korrësh. Tani, nga Amerika, kur hap, si të duket ty Shqipëria nëpërmjet medias? Kurioze jam. Nuk kanë më shpirt, më thënë. Në raport edhe me emisionet që bëhen, më duken shumë mekanike, domethënë. Ta mbarojmë këtë sezon ose të bëjmë këtë gjë dhe të vazhdojmë tutje. Më vjen keq që shpesh herë domethënë gjen një energji jo të mirë, njerëz që janë edhe të frustruar, si më thënë që është gjithçka më thënë shifet me dyshim, ky ai ma zune rrugën, s'ma zune rrugën, domethënë është nuk më vjen mirë. Normalisht që dëgjojmë edhe raste pastaj përditshme dhune. Më vjen keq se nëse do humbim disa vlera që ne i kemi si popull, atëherë do ishte gjë shumë e keqe edhe për brezat që po rriten. E njëjta vlen edhe për Kosovën? Patilluar tani shumë i mirë, sinqerisht Dalina them se po them nuk di të flas ndryshe tani më vjen keq. E gjithë gjëja që ndodh vjen si rezultati i asaj që ne investojmë dhe bëjmë. Qoftë për fëmijët tonë dhe nëse vërtet duam të ndërtojmë një shoqëri, po them, ose një vend më të mirë, se edhe arsyeja se ne ikim për një, po them, një tardhme ndoshta për fëmijët, se ne jena rrit, tu jena pjek edhe jemi, si më thënë, më taf, nëse më themi, por e përballojmë jetën, po të rinjt duhet të kenë një tardhme më të qetë ndoshta. Gjë që ne nuk mund të shitemi si Amerikan, as si Gjerman. Unë jetoj në atë vend edhe shqiptarët prap shkojnë blejnë gjëra ushqimore, si më thënë, në dyqane shqiptare, kupton, që nuk mund të shitemi dikush që s'jemi. Ti nuk do doje të ktheheshe këtu? Në Shqipëri unë kaloj gjysmën e vitit, po kur kaloj periudha të gjata ndoshta filloj e lodhem pak. Po jam kështu si i dyzum. Po në bisedat tona të shpeshta ne e themi që do kthehemi. Tani nuk e di. A është ky vend për Erenikun e vogël që do Thunderin? No. Jo. Që të shkojnë në shkollë dhe fatkeqësisht se di, e kanë vështirë ta them, po jo. Për momentin ja. Nuk e di pse merdi Ereniku, ndoshta i madhi do përshtatej më shumë, që është insistus. Jo, ne edhe mëson ai shprehje për të shohë këtë ende. Kurse ai nuk i duron dot. Kam qenë i vogël, edhe këto bullizimin e këto, kur i bësh ndonjë shoqe të shkollës ose një gjë, e kisha shumë problem. Isha person që dilja në mbrojtje të tyre gjithmonë. Edhe jam munduar, ndoshta, nuk e di, me dashje, pa dashje, të jap, domethënë të rris në atë lloj forme që ata të jenë të drejtë, të vërtetë, domethënë pa i hyrë hak njeriu, ose pa fol, pa i bë të tjerë të ndjejnë keq, kështu që tash në kohën që po jetojmë është goxha e vështirë për fëmijët. Po të donte i madhe, për shkak të kthej për muzikë. Dhuna është goxha e pranishme. Dhuna po. Sepse nëse flasim me dëshirën se a dua unë të kthehem, unë shpirti im, si më thënë, fle këtu, është ndryshe, nuk mund të bëhem asnjëherë unë as amerikan, as gjerman, as ku digjone. Po për të ardhmen e fëmijëve, ndoshta për momentin aty është fokusi. Po të donte i madhe të kthej për muzikë. Joni don pas here. Kalojmë goxha kohë, verës 3 muaj afërsisht, i pëlqen, e shijon shumë. O veta, the diçka ti tash që the shqiptarët blejnë në dyqane shqiptare. Në kohë kur kam qenë unë nuk kishte dyqane shqiptare. Komuniteti është shumë i madh. Po tash e kam vënë edhe në që është shumë mirë të flasim njëri tjetrin, se dikur kur shkova në Amerikë thonin mos rri me shqiptar. E kemi pasur, nuk e di, vazhdon kjo që thon njerëz mos rri me shqiptar? Edhe thon. Po, edhe mund ta dëgjosh. Edhe mund ta dëgjosh. Mua më duket gjë më e çuditshme në jetë, ose kam kuptuar kurrë këtë. Që të porosis tjetri mos rish me atë që me vëndaliun, me njeriu që ndar një vend. Më duket gjithmonë e çuditshme, po e kam pasur gjithmonë më përshpërite në vesh, mos rri me shqiptari, larg shqiptarëve, lira shqiptarëve. E kemi kështu këtë, ne nuk e di. Ndryshe shika grekët unë që bëheshin. Kjo ka qenë pak e çuditshme tek neve dhe është për të diskutuar kjo pjesë. Edhe kjo është një plag që pse e kemi ne këtë histori. Jo, ne rrim me shqiptarët edhe është komuniteti goxha i madh. E pra, si është dëshira është edhe jona si prind që fëmijët tanë të shoqërohen me shqiptarë. Tani kanë ndryshuar, janë e marrim shembull, unë jetoja në një pallat tu, dhe do të thotë që me të gjithë do të shkoja, do të hyja e dilja pa thema, kupton? Me mirësjellje i përshëndet, i thua, kështu që edhe atje do rish me njerëz që ti, po them, kushtimisht hat mohabeti.
Domethënë, okay, të njëjtat botë kuptime, po them. Jo domosdoshmërisht do të merret me patjetër, po do të thoya këtë pjesë që më lën përshtypje duke pa fëmijët e shqiptarëve që janë gjatë suksesshëm, të gjithë pa përjashtim, edhe tek shkolla jonit janë fëmijë që janë me nota maksimale. E kemi ne këtë. Një pika e fortë jone. E kemi. Po asimilim nuk ndodh. Nuk besoj që ka shqiptarët apo brezi tjetër asimilohet. Shpresoj që jo. Varet shumë nga familja, se çaj një këto, domethënë me çfarë fryme. Po ne flasim shqip te shtëpia. I vogli ka pas pak më problem, po tani ka filluar të Sa ke futur ti nga Kosova në këtë pjesë? Ç'a ke futur ti nga Kosova në familjen tënde? Dorela ma kritikon Jonin sepse flet si kosovar ndonjëherë thotë si shqiptar i Kosovës, domethënë me slang me këtë anë. E thotë po babën e kam nga Kosova, ne pse? Ç'a ke problem ti? Ato afinitetin që kemi pas me familjen, lidhet që kemi qenë ne, domethënë kjo na ka mbajtur ndoshta edhe periudhën deri mbas luftës. E di Joni ke folur për luftën për këtë? Po. Di, ka ndjeshmëri ndaj? Po. Ka ndjeshmëri. Kur ishte ajo që ndodhi në Mitrovic, instinktivisht unë merë, thash, në qoftë se po ma bet me dorë, në qoftë se ndodhi diçka, thash, unë do shkoj të luftoj. Kështu merë dhe natyrshëm si më. Edhe u prekaj, tha babi, e mori si më thënë si gjatë mirë qenë kështu. I kam treguar edhe për fëmijën time, për periudhën e luftës, për gjitha. I pëlqejnë fëmijëve të identifikojnë me një histori, edhe siç unë me histori trima që kështu, e kanë shumë qejf të gjë, edhe është besoj që është e rëndësishme ti tregojmë